mbarova provimin e dytë të gjuhëletërisisë. Ishte vërtet një test që tregonte gjithë aftësitë e 12 viteve, por normalisht edhe gjithë punën e 3 viteve të fundit. Çdo gjë shkoi mirë, tani thjesht besojmë si do dalim. Kishëm pak ankth se cila vepër do binte, por që gjitha konceptet ishën ato që kemi punuar gjatë vitit me mësuesit dhe shpresojmë që do kemi dalë mirë. Tek pjesa e gjuhës nuk është se patëm vështirësi, dhe teksti ishte demotivues. Pjesa e esejës ishte shumë temë interesante dhe besoj se ja kemi dalë me sukses. Niveli i vështirësisë nuk ishte shumë i lartë, ishte mesatar. Normal që kishim goxha emocione, sepse personalisht e konsideroj edhe më të vështirën, po besoj se kam dalë mirë. Ndihem e sigurt që kam dalë mirë. Si çdo nxënës, këto ditët e fundit kam qenë në dilemë se cila vepër mund të binte, ama vepra që në radhë ishte punuar në konsultime nga zysha jonë, nuk kishte ndonjë paqartësi dhe teza ishte një niveli mesatar. Të them të drejtën, në fillim kisha pak emocione, duke qenë se ishte e papritur çfarë do të na binte, por mendoj se kam dalë mirë. Sapo e lexova testin, ishte çdo gjë që e kishim bërë. Kemi punuar gjatë gjithë vitit me mësuesët, konsultimet i kemi nisur mjaft herë dhe mendoj që do kemi dalë shumë mirë. Sukseset gjithë maturantëve.